Shiko, kur unë shkoj marrë kredi, ku di unë më pyetën edhe për kushuririn e 4. Thënë që moshe ka? Duan 10 firma. Kur vjen dita për të paguar kredin, dhe se ke paguar brenda një dite, marrin 7 veta në telefon. Po tani që e vodhën. Për këta i rrjepi njerëzit. Si ja vjedhin atit, si ja klonojnë kartat. S'ka ky kjo lloj banke? Nuk ka kjo lloj forme për të mbrojtur? Po s'është vetëm kjo BKT-ja. Po kjo tjetra që nuk e di i ktheu apo jo. Po është dhe Raiffeisen. Po janë dhe këto që veçanë këto që gjoja shpërndajnë mini kredi. Po këta vjedhin pa fund. Tani, e kuptojnë këto, po. Nuk t'i kthejmë do të para. Mere këtë 2 telefona merë. Një, po t'a gjesh sot, që është një dit me vones në pagimin e kredis. Qa të bëjnë ata? S'ka të bëjnë gjë, se 24 telefona. Të ecën kamata, s'të bëjnë gjë. Jo më po kamata do eci. Po telefona. Kur ti t'kanë vjedhur brenda sistemit dhe i merë ti... Si hetohet kjo që ka ndodhur, si hetohet? Po qa si hetohet, ti kthej parat njerëzve. Atë hetohet, qatë hetohet, qkoj t'i gjej ku doj. Edhe të marri ato lek që i vjedh shqiptarve, qkoj e të bëj sistemin më të fort. Ose të marri krimi ekonomik? Krimi kibernetik. Kibernetik? Po, prap gjysjet. Në rastin konkret, kemi të bëjmë të të njoftojnë. Që je ti apo jo. E kanë sistemin, kartat klonohen në për bankomate. Nuk klonohen ashtu si thuti, ja e dha një gjyshe. Kështë jep numrin e kartës? Një rast kemi, ne po diskutojmë rastin. Një rast mund t'jenë ndryshe, një rast ndryshe. Pra, do më thonë, mund t'jenë disa raste që sistemi sigurisë duhet ndryshojë, sepse këtu banka nuk cënohet vetë, po cënohen personat që... Prokuror, në Shqipëri nuk t'japin pinin e celularit, jo t'japin pinin e kartës së bankës. Kushtë e pinin e celularit, më shokë se këtëset grushti. Jo më. Ke njerëz që japin pinin e bankës e pinin e celularit, nuk e japin. Është një paftësi, nuk e mbrojti. E sulmuan, tani duhet i kthej parat njerëzve. Kaq, duhet mbaj, ku do në botë nëthë. Po del banka. Që thot kjo? Kemi izoluar mashtrimin. Qa thumë? Që ke izoluar mashtrimin? Ne ju sigurojmë që çdo dëm që ju është bërë do t'ja u kthej. E kam thënë 17 herë një gjë. Në Shqipëri, se i dëgjoj të gjithë, po fatkeqësisht edhe politika është e përfshirë në këtë. Nuk kuptojnë termin siguri kombëtare. Siguri kombëtare fillon me energjetikën dhe e dyta pikë është sistemi bankar. Nuk janë këto, u çmenda, u bëj vrasje në rinas, është cënu siguria kombëtare. Jo, kjo është cënimi sigurisë kombëtare. Vjedhja e parave, se kjo të shkon, një bank po të thotë ku do në botë. Ku ra Amerika? Ku filloi të kishte probleme? Sistemi bankar, çfarë bëri shteti? I ktheu parat me mbajt bankat, se bie shteti. Siguria kombëtare është energjia elektrike, se çon në kaos dhe në luftë vendin, është pika e parë e sigurisë kombëtare, por sot është shumë e vështirë me ja u shpjegu njerëzve. E dyta është sistemi bankar. Rënja e sistemit bankar mbaron, e fut vendin në luftë. Nuk e fut se u vra dikush në rinas. E fut po t'i vjedhësh parat. Si ndodhi në 97-a? Kur do futej Shqipëria në një luftë civile? Se do ta mbyllim, se do të vi pano për këtë çështje. Edhe kjo del me një, në vend që thotë, duhet ju japim, ju kërkojmë ndjes, kemi një gabim, jemi drejtu policisë shtetit, e thotë, kemi izoluar mashtrimin. Është në Shqipëri. Kemi të bëjmë ndërhyrje nga persona të pa autorizuar, pra kanë thënë dje për kjo është një lloj banke e cila është toleruar pafund nga sistemi shqiptar. Është toleruar për shumë lëvizje të parave të pista, është toleruar në... Janë dokumentat, s'ka nevojë për të... Ato janë dokumenta, ja ti thot ai që drejton bankën qendrore, domethënë kjo edhe tjera, po kjo kryesisht